Dëshmi tjera që ky ummet ka çudira, hiç ma vonë jo, por dje, ditën e djeshme, isha në has të Shqipërisë, në komunën Golaj, ku një plak 92 vjeçar, të cilin kena me e prun këtu, inshallah, në vitin 50 ka ikë prej sistemit komunist enverist në Amerikë. Tash o këthyje në Shqipëri. E para 5-6 mujve në ka qo selam, toka jeme në disponim t'juj. E ja kemi marrë 6 ari vend, e kemi marru gjamin, inshallah ma pak se 2 javë dhe t'hapët edhe ajo gjami. Ma pak se 2 javë, inshallah. Po besoj se sot 2 javë dhe t'thirë dhe t'falet namazi i pari gjumas në këtë komuna Golaj, që është prej qafës prushit 7-8 kilometra, por jemi në përfundim të asaj gjamie. E dje po e takoj për herë të parë. Thash, çka të shtini ty Zoti me e ban këtë punë të marrë të mirë? Tha, komunizmi deshtin fillim më na i la dhe më na i shpërla trunt. Me na lon pa dinem pa iman. Së në ka dërua ka ecë në 50 vit, është i lindur në 21. Po du me të regua një rast shumë specifik për këtë plak. 42 vjetë si më këthyje, prej 50-ës dhe 92-ën kur ka ardhë një herë. Tash për zdyti që ka ardhë 92 vjeqarëveç. Po thëtë subhanallah, e këm pa andër Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Ka ardhë në qëtë vend, andër tha këm pa. 91 vjeti kish mush për 2. Tha, kur ma i knaqun, as andër, as zhgondër, as qut, as në gjumë, si më konë, kur ma i knaqun. Pra ndaj, tha, e kini këtë tokë halal, më duket kjo vend që o bon kjo gjami, si të mu ka bon mu një qabe në vendin tem. Jara, po thamë, qëfar shpirta ka në këtë ummetin Muhammed alayhi salatu wassalam? Se tani me e pyt, mës ka qenë shumë vendi, s'ka krenar, shumë jem krenar që në vendin tem u bon kjo bereqet. Vetë pejgamberi po dhëtë muslimani për muslimanin, është si kur ndërtes e fortifikuar, duke i kapë thët 2 duart e veta, kështu du ishti, edhe me i thonë, kështu duhet me kenë. E unë dje po e pyti këtë plak, dje, mas dreke, se kam bo vizit në Golaj. Thash ti që shpo e she, në tonen këtonë. Tha, ne u bofshin 2 zemrat bashk, përvoja e pleqlis, ne u bofshin 2 zemrat tona, tha bashk, s'ka kush që në ndalë. Po su bon bashk, jo një kufi, 100 kufit mi hek, kur bashk s'kem me kenë. Po su bon 2 zemrat bashk. Po ndëgjon e fjallën e Resulullahit alayhi salatu wassalam, po thët. Më ka urdhënua, po thët pejgamberi, Abu Dharr al-Ghifari, më ka urdhënu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam më u lidh me farefisin, më u lidh edhe nëse a i ikën unë mi shku për mas. Ku shë banë sot bre prej neve këte? Vlla me vlla s'po foli, vlla me motër s'po folin, baba me nonën me evladin e vetë s'kan muhabet, evladi i vetë s'ka biset si fol babës edhe nonës. Prandaj o vlazen gjemat që i një këtu, kur nuk bëhet mirë, mës harroni 30 vjetër, e ju fmi, kur nuk bëhet mirë, nëse nuk i rikthehem dinit Allahut subhanahu wa ta'ala.